Do veçoja jo pse kam qenë vetë, por për shkak se ka zgjatur gati 3 vjet protestat e teatrit kombëtar, ku cilun kam qenë angazhuar për ditë. Evin besoj e ka kolegët nëse... Po, kemi ndjekur live. Evin e mbajmën, po. Dhe me thënë drejtën, ka zgjatur 3 vjet, unë kam qenë atje, kam qenë deri momentin që u godit ndërtesa, kam qenë brenda. Kështu që e di mirë dhe mendoj që ajo ka qenë protestë për tërë mesazh, për tërë kompleksitetin që ka transmetuar. Por rezultat nuk arriti. Jo, derisa u bë kontrata. Kur u bë kontrata me Bashën, pastaj ja do flasim. Deri 3 vjet tash ta mbashi protestë, me thënë drejtën. Ju pa të protestuar së kohë për teatrin? Jo, absolutisht jo. Ne kam qenë në krahun e kundërt. Kam qenë kundër se proteste, sepse problemi në Shqipëri i protesteve është që nuk bëhen teknike. Pra jo gjithmonë jam dakord me shumë gjëra me zotrin. Jo gjithmonë njerëzit marrin pjesë për bindjet e tyre. Por? Mbi diçka, por për bindje politike. Dhe protestat e teatrit, ajo çka ndodhi, mendimin tim, ndodhi që nuk u përfshin fare aktorët në anën teknike të gjës. Në ç'kuptim? Pra nuk u fol, nuk u mor vesh. Protestat nuk janë teknike. Jo, aktorët ishin diçka, shiko, nëse do flasim për protestat e teatrit. Liçajnë se si të themi diçka, do bëj një teatr i ri dhe ka që në vitet 60, po ti fuesh histori shumë e gjatë, është sot pothuajse versioni propagandistik i qeverisë është mendim pakicë, garantoj për këtë. Shikoni, nuk ju do preva, doja që ta mbaroja deri në fund, edhe u tregova shumë i sinqert me ju duke ju thënë që kam qenë në krahun e kundërt. Preket një pikë që unë e kam shumë edhe unë e kam për zemër, nëse doni të më thoni mua se cila është gjerësia e skenës së teatrit kombëtar. Cila ka qenë? Gjerësia e skenës e teatrit kombëtar, cila ka qenë? Automatik përballë. Po lërë më automatik, pa i zonë. Cila ka qenë gjerësia e një skene të teatrit kombëtar? Cila ka qenë? Ju që doni ka shumë teatrin kombëtar. Cila ka qenë gjerësia e skenës? 16 metra. Një teatr kombëtar, ku të vinë trupa të huaja, po ju nuk dini për masa teknike, pra dhe po flasë. Mos e këtheni politikë, këtheni teknike, dhe kjo ka qenë problemi. A i teatr që bëhet me parat e shqiptarve, me taksat e shqiptarve, dhe nëse një qeveri, sa doj nata kemi, bën diçka, një spital, një teatr, një stadium, ta bëjmë, edhe duke prish teatrin, në? Një teatr kombëtar duhet të ketë minimalisht 32 metra gjatësin e skenës një teatr kombëtar. Prandaj, po flasim nga ana teknike. Në kinema, në teatr, ju lutem mos më fusni. Jo, futem që shkeme to se kam qenë brëndë. Jo, sa ka qenë tjetër. I gjeni të dy, po debatoni... Tani duhet të pak të na dhëmë, si e dhëmë shpirti që në shumë teatri tjetër kombëtar. Shumë mirë. Shumë mirë. Por nuk di se cilët janë parametrat teknik. Jo, mund të qëndronte teatri dhe të ndërtoj një tjetër, po të qëndronte memoria Mënyrës ju bëjmë dakord me ju. Unë kam qenë pro një teatri të ri kombëtar. Pse? Dhe jam pro rritje së buxheteve në kinema. Në sport, ku do? Duhet të ketë një qytet si Tirana, me 1 milion banor, duhet të ketë të paktën 20 teatro. Ku janë? Problemi nuk është pse ndërtohet një teatr i ri. Problemi është pse nuk ndërtohen teatr të ri. Pse vidhet, pse abuzohet. Këto janë problemet kryesore. Pse s'paguhen aktorët, shumë e Po terrorizosh njerëzit nuk është gjë e vogël. Pse nuk ekziston më kjo grind që po rivjen sërish për një kauzë të rëndësishme kulturore, siç është një godinë e rëndësishme e teatrit. Kjo grintaj që po shohun mes 2 të ftuarve, apo edhe 4 të ftuarve se jam e bindur do e shoh. Pse nuk ekziston më, zoti Kamer? Nuk ekziston për disa arsye, ka disa arsye. Unë nuk jam dakord me disa gjëra që shqiptarët nuk protestojnë. Shqiptarët mbase për mua janë një ndër kombet që protestojnë më shumë se gjithë të tjerë. Se i thret politika apo se e marrin vetë këtë iniciativë? Sepse e para e punës, sa herë që ka një problem me një rrugë, dalin e protestojnë një fshat. Problem me burime ujtë, problem me fermerët, problem me shtëpi që prishen, problem me një lot rrugë, shqiptarët dalin e protestojnë. Ajo lagje që e prek ejke. Pra, shqiptarët nuk gjejnë zgjidhje as tek pushteti vendor, as tek pushteti qendror. Dhe detyrohen të dalin në rrugë. Pra, për mendimin tim, nuk është se shqiptarët nuk protestojnë. Protestojnë më shumë nga që duhet. Por, ka disa probleme. Që janë? Problemi është e para e punës që nuk ka sindikata. I vetëmi vënd që po ka shoqëri civile. Shoqëria civile është e diskutueshme, ju falenderoj. Edhe në rastin e teatrit, pam shoqëri civile se
çfarë përfitimesh donin të kishin dhe kush përfitoi realisht. Kush përfitoi realisht? Patëm shumë figura që përfituan. Dhe që e kthyen në gjysmë të rrugës pastaj atë histori shumë e gjatë. Shqipëri kemi disa probleme, nëse do t'i hasim nga ana sociologjike, jemi një vend i vogël në rreth, vend shumë i vogël. I vogël 1 dhe i varfër 2. Pra, lehtësisht të kontrollueshëm. Por me plot oligark. Dakord. Lehtësisht të kontrollueshëm. Mosha mesatare e Shqipërisë është sot 45 vjeç, pra e bie që 30% e popullsisë janë mbi 60. Çfarë presim ne? Që këta njerëz të kalojnë gjithë jetën në rrugë? Rinia duhet të dali, po për çfarë të dali rinia? Për të njëjtët persona që kanë 35 vjet, për të cilët dinin në rrugë prindrit e tyre, për të njëjtë, pra nuk frymëzon më klasa politike që kemi. Pra e ka fajin politika, pra ju po thoni që njerëzit duhet të dalin jo për veten, duhet të dalin për politikën. Jo, nuk duhet të dalin për veten e tyre. Pra këtyre njerëzve janë rritur çmimet. Por shikoj që ti nuk e specave, domateve, nafta është rritur se zinxhir, pastaj u rritën edhe gjitha produktet e shportës dhe janë aty. Okej, thon. Nuk gjen zgjidhje. Problemi është që shqiptarët janë popull kombi i dëshpëruar, nuk gjen zgjidhje. Pra, çdo gjë këtu është e lidhur me politikën, domosdoshmërisht, sepse vetë politika e krijuar këtë situatë, e ka sjellë në këtë gjendje. Sindikata nuk ke. Klasa politike është e njëjta, atëherë vjen një moment që shqiptarët thonë, por kë do të dalim? Se do të dalim për veten duhet dalim fakt. Kundër. Por ja ka gjithmonë, gjithë këto vite kemi parë që sa herë që s'ka produkte para punës, dhe gjithmonë del njëri që përfiton nga ngritja e shqiptarëve. Siç ka qenë një protestë. Padyshim. Njëra nga protestat më të mëdha që ju e përmendët ka qenë ajo e studentëve. Edhe që dha efekte. Idealiste. Dha efekt dhe rezultat. 2 herë studentë. U munduan ta kapin forcat politike, u shtuk. U zbe. Jo, u doroqën 4 ministra. Po ndërhyri politika. Mirë, s'ka rëndësi, po ata u fut politika, është vërtet. Pra, problemi është që edhe me forcat e reja politike, duam s'duam, gjithçka sillet rreth politikës. Dalin forcat e reja politike, le të flasim për Shqipëria bëhet, pak më lejoni. Po patjetër. Për këtë është një forcë politike që edhe këtu shqiptarët treguan një shenjë proteste. Pra në 11 majin e kaluar, pati mbi 80.000 vota, pra një parti që s'kishte mbushur vitin e krijimit të saj, del forcat e reja politike. Pra ishte kjo është një shenjë proteste, apo e kam gabim. Problemi është që neve këtu duhet të bëjmë thirrje klasës politike, duhet ndryshuar kodi zgjedhor. Sepse shqiptarët nuk mund të rrinë rrugëve duke protestuar për çdo gjë. Protesta tashmë duhet kanalizuar aty brenda institucioneve për Po nuk mendonte kështu Shqipëria bëhet kur i nisi protestat? Apo jo? Nuk mendonte. Sepse thoshte që duhet protestojmë, qëndrojmë këtu me rezistencë deri 106 ditë zgjati kam përshtypjen. 107 ditë. 107 ditë, ndjes. Pastaj u vendos të ndërpritej edhe ajo protestë, e cila kishte filluar të përflitej si shumë pozitive në publik. Pse u ndërpre? Vjen një moment që do ndërpritet. Pse? Sinjalet nuk ishin thjesht që populli u lodh dhe nuk e ndoqi, sepse e kanë ndjekur realisht. Nëse neve do të shikojmë njerëzit që vinin 24 orë, se nuk kanë ndjetur gjithë 107 ditë, po vinin jo vetëm nga Tirana, Elbasani, Durrësi, po vinin nga Hasi, flinin 24 orë, nga Shkodra, nga Tropoja, nga Saranda, nga Përmeti, rinin 24 orë. Pra, çdo ditë kishte njerëz që po ti mbledhësh 107 ditë, bëheshin goxha. Po ta shikosh vetë ne që kemi qenë aty, ne jemi njerëz qytetar të thjeshtë në fundit. Nuk paguhemi ne nga taksat e shqiptarëve për të bërë politikë. Asnjëri nga ne aty nuk merr para nga taksat e shqiptarëve si deputet, apo si ministër, apo si ministër, apo drejtor detyri apo diçka. Jemi të gjithë profesione liberale, pra ne jemi qytetar të thjeshtë në fund të fundit. Dhe është frym. Më shumë se sa numra është frym. Dhe shqiptarët as nga kjo frym nuk po binden. Zoti Kulluri, pse? Shumë kam pak ndryshe, jo për ta bërë të ndryshëm debatin, për të dhënë kuptim, po kam përshtypjen që nuk janë tamam, nuk janë të gjitha gjërat kështu. Po si janë? Shiko, të vërtetat janë gjithmonë të pjesshme, nuk ka të vërteta absolute. Se varet në pipamin që kanë njerëzit dhe interpretimi që ne i bëjmë fakteve që janë aty. S'paj do themi që